Të nderuar vëllezër dhe ju motra, po fillojmë këtë xhuman e parë të vitit 2026 me një seri të temave që do të vazhdojmë për të folë për institucionin i parë dhe i fundit, i cili duhet jetë më i fuqishmi, e që nëse këtë e kemi në rregull, të gjitha institucionet e tjera do t'i kemi në rregull. Ajo është familja. Për neve, familja nuk është diçka. Familja për neve është gjithçka. Familja nuk kompenzohet dhe nuk zaventësohet me asgjë. Familja është pasqyrë e jetës tonë jashtë. Nëse familjen e kemi të shëndosh, të gjitha institucionet e tjera i kemi të shëndosha. Andaj, nëse dëshirojmë shoqëri të shëndosh, institucione të forta dhe breza me vlerë, atëherë duhet të kthehemi aty ku gjithçka fillon, te familja. Sepse familja është institucioni më i vjetër, më i shenjtë dhe më i nevojshëm dhe i rëndësishëm për njerëzimin. Familja është shkolla e parë e edukimit. Aty ku fëmia hap syt për herën e parë. Aty ku fëmia mëson fjalën e parë. Dhe aty ku fëmia mëson shembullin e parë. Para se fëmia të shkojë në shkollë, para se ta edukoj shoqëria, para se ta edukoj media apo rruga, fëmijën tonë duhet ta edukoj më së pari familja. Prindrit janë mësuesit e parë. Sjellja e tyre është libri i parë që ata e lexojnë. Nëse në familje ka respekt, ka dashuri, ka sinqeritet dhe frikë ndaj Zotit Xhaleshanuhu, këto vlera rrënjosën thellë në zemrën e çdo fëmijët që rritet në familje dhe shoqërojnë këtë fëmijë gjatë gjithë jetës së tij, kudo që të jeton edhe kudo që të vepron. Edhe në jetën tonë të përditshme, kur shohim në rrugë një djalë të ndërgjetshëm, të pastër, të respektuar, të edukuar, mendja e parë që na shkon neve, pas ka babë dhe nonë shumë të mirëfill të edukuar. Edhe ati mësuesit kur t'ja dërgojmë fëmijët e tonë në klasën e parë apo në shkollë, ai me njëherë merr një përshtypje më së pari në shiqimin e parë që ja bën fëmijët për prindrit e fëmijët, për babën dhe për nanën. Aty shifet mjedisi i edukimit dhe i bashkëveprimit. Edukimi familjar nuk përbëhet, dashurit e mi, vetëm nga fjala, por mbi të gjitha nga një shembull i mirë. Fëmia nuk rritet me atë që i thuhet, por rritet me atë që shef. Jo gjithçka që i thu, fëmia rritet dhe e merr. Fëmia më shumë ti rritet, edukohet me atë që e shef. Prandaj prindi mirë nuk është ai që vetëm këshillon, por ai që jeton me ato fjalë që është duke i këshillu. Nga njëherë fjalë ka të ndryshme, por veprime ka të ndryshme. Në familje mësohet çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja. Në familje mësohet çka është halali dhe çka është harami. Në familje mësohet çfarë është respekti, durimi dhe përgjegjësia. Nëse familja dështon në edukim, shoqëria e ka shumë të vështirë ta rregulloj
atë që është prish në fillim. Nuk ka mundësi, as mësuesi, as shkolla, as universiteti, as profesori, as media, për ta edukua, për i gjeneru edukimin, nëse ka dështem apo prishje në fillimin e tij apo të saj. Një familje fort prodhon individ shumë të drejt dhe të drejt. E individet e drejt dhe të drejt ndërtojnë institucione të shëndosha. Aty ku nuk ka institucione të shëndosha, të qëndrueshme, aty janë individet të cilët vinë me një edukat të cakt, thënë ma but, apo pa edukat fare heq. Familja pa formuar, sjell, familja pa formuar, sjell krizë morale, krizë shpirtërore dhe krizë shoqërore. Rujtja e familjes nuk është çështje private. Filoni, jo, rujtja e familjes nuk është çështje private, mirë po rujtja e familjes është çështje që duhet të na hynë në punë dhe të na interesoj që të gjithëve. Familja e paformuar sjell këto kriza. Rujtja e familjes nuk është çështje private, por interesi përgjithshëm shoqëror. Nëse dëshirojmë të ardhme të mirë, duhet ta forcojmë familjen me besim, dashuri dhe edukat të mirëfillt. Nëse këtë trekëndsh, besimi, edukata dhe dashuria nuk funksionojnë, nuk bënët me funksionu edhe familja e mirë dhe ndërgjegjshme. Dashurit e me, fëmia mëson në shtëpi si të flitet. Nuk ta mëson gjuhëtari, mas pari gjuhën e pastër të mirë ja mëson shtëpia. O prind, bisedoni me fëmijët e juaj. Mësoni javë gjuhën e pastërt. Kur flas gjuhën e pastërt, nuk e kam për qëllim vetëm rregulla gramatikore që mund t'i mëson më vonë. Mirë po një gjuhë të shëndosh, të ëmbël, të urtë, shpresdhënëse, plot mëshirë, plot unifikim, pa urrejtje, pa nërskomza, pa tradhti, mëson ja fëmijëve këtë gjuhë, si të flitet, si të sillet, si të respektoj. Aja që shen në familje, ai ka me bart në tër jetën e tina. Në tër jetën e tina, jo kot, ka thonë i madhi Allah dhul gjalal në Kuranin famëdh, ja ju alladhina amanu, o ju të cilët e keni besu Allahun dhul gjalal, ku anfusakum wa ahlikum nara, rune vetën dhe rune familjen e juj nga zjarri, nga devijimet, nga shkatrimet, rune familjen e juj, që do të thëtë rujtja, kujdesi për familje, nuk është vetëm në aspektin material, por mbi të gjitha edukativ, moral dhe fetar. Sot po gjejmë prind që dinë me jamush djalit apo vajzës xhepin plot pare. Mirë po nuk di me jambush shpirtin, mendjen. Ne po gjejmë prind që ja blen rrobën më të mirë, dhe mirë që bën që ja blen. Ja blen makinën më të mirë, mirë bën që ja blen. Ja rregullon banesën apo shtëpinë më të mirë, mirë bën se prindi duhet kujdeset dhe duhet ketë përgjegjësi. Mirë po nëse nuk ja ke mbush zemrën me iman, me edukat të mirëfillt, vallahi që kja pasuni ka më të kthy bumeran ty si prind. Ka më të kthy bumeran ty si prind. Për këtë Zoti dhul gjelal, kur flet
që prindi është përgjegjës për formimin e familjes në shtëpi, thot, o min ajatihi, prej shenjave të Zotit Dhul Gjelal, en khalaqa lakum min anfusikum azwajan, prej ju që ka kriju, për ju ka kriju bashkëshorte, për çka i ke kriju o Zot? Li teskunu ilejha, që gjeni qetësi, rahati, të plotësoni çdo boshllëk te ajo, wa ja'ala bainakum, dhe me kriju dhe ka kriju tek ju mawadda wa rahma, dashuri dhe mëshirë. Qetësia, dashuria dhe mëshira në familje janë ambienti ku rritet karakteri i shëndoshin i fëmijës. Në atë familje ku nuk ka dashuri, mëshirë dhe mshuri, nuk ka mundësi mu konë ambienti freskt, ambienti qetë, ambient që krijon dashuri. Për këtë, o prind, babalar, nana, po babalarët e tonë nuk i kemi pas me fakulteta, me magistratura, me doktoratura. Mirë, po kur ka pas një zënk me bashkëshortën e vetë, ka hynë në dhomë, jo para fëmive. Sot ban felën për me zgjeru, komedi ban, para fëmive ban. Edhe inqizan, edhe shpërndan. Kjo do të thotë që këta prind janë aksidentalisht prind. Aksidentalisht janë prind. Për këtë doshurit e mi, Allahu thotë, ja bunej, po e këshillan Hazreti Lukmani a.s. fëmijën e vetë, o birim, aqimi salat, fale namazin. Një fëmijë që nuk e fal namazin, nuk ka perspektiv, qetësi, harmoni, lumturi, ardhmëri për atë familje dhe për ata prind. Nëse doni me rregullu dynjan dhe ahiretin sejdja, nëse doni me pasën fëmijë, nëse doni me pas qetësi, lumturi, kënaqësi të fëmijët e tu, fëmijët do të miro Zotin sejdë. Nëse doni me marr respekt, shërbim, fëmijët do të miro Zotin sejdë. Ramja e sejdës është në ngritje intelektuale, shpirtërore, morale, të identitetit dhe çdo gjë tjetër. Fale namazin, wa'mur bil ma'ruf, urdhna për të mirë, wanha 'anil munkar, largo dhe këshilla për mu largu nga e keqja, wasbir 'ala ma asabak, dhe dura nëse të ndonë ndonjë fatkeqësi, dura. Pra edukimi fillon me bisedë të ngrohtë brenda familjes, me këshill dhe shembull personal. Për këtë profeti Muhammed a.s. merrni këtë fjalë dhe po e përfundojmë. Profeti Muhammed a.s. tha, çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e tij, në pastërtinë e tij të besimit të Islam. Prindrit janë ata që e bojnë hebrej, të krishterë apo idhujtar. Ky hadith tregon se prindrit dhe familja janë faktori vendimtar për formimin e fëmijët tonë. Vazhdon, nuk ka dhurat, Allah, nuk ka dhurat më të madhe që prindi i bën evladit të vetë se sa edukimin e mirë me jadhonën. Po thot Muhammed Mustafaja. A do mi dhon dhurat? Nuk ka dhurat më gjigante se sa mi jadhon evladit edukimin e mirë. Fëmija nuk ka nevojë vetëm për pasuri, por ka nevojë për sjellje, për vlera që i merr nga shtëpia. Vazhdoi ke profeti, më i miri prej jush është ai që është më i mirë ndaj familjes së tij. Nëse prindi sillet mirë në familje, fëmia mëson si të sillet në shoqëri. Nëse prindi nuk sillet mirë në familje, fëmiu nuk ka me pas sjellje të mira në shoqëri. Është ankuta Hazreti Omerin i prind, ka thonë nuk po marr respekt. Edhe më ka largu, thot fëmiu im. Thot, ka largu? Thot, po më ka largu. Thot, aja ke mësu edukatën fëmiu tanë. Thot, jo. Thot, ti e pas ke humb djalin tanë, para se djali jot më të humb tyje. Ti e pas ke humb. Besoni që një pjesë janë duke i humbe vladet e tyre me vetdije. O dashurit e mi, mos t'ju mashtroj dhe mos t'ju josh këtë trendi i sodit,
që gjithë shka po dëshirojmë me ja plotësuan kushtet. Vesh mbathje ushqemat këtë, duhemi, mirë po let na josh me ja dhonë më të mirën dhurat fëmijët ton edukatën. Fëmija është pasqyre familjes. Gjua ti flet atë që ndëgjën në shtëpi. Sjellja e ti pasqyron atë që e shef tek prindrit. Respekti ti lind nga respekti që e shef në familje. Pra ndaj le ta ndërtojmë shtëpinë tonë si shkollë edukimi, formimi, që shoqëria jonë të ketë institucione të forta dhe me vlerë. Bëhet kur t'ja dërgojmë këtij institucionit një fëmijë të edukum. Për këtë, njëri nga ulemat e mëdhej të Islamit thejke, zemrat e fëmijëve janë sikur tokat e papunuara. Çfarë fare ti qetsh, atë e mbjell. Edhe aja rritët edhe bin. Për këtë, nxjerr një farë të mirë tek fëmijët. Thot njëri prej ulemave, ne kemi mësuar më shumë, apo ne kemi pasur më shumë nevojë për edukat se sa për dije. Ja Allah. Po kjo është më e madhështore. Po xhallarët e tonë, mësuesat e tonë nuk kanë pas dije ku me ditë so, po kanë pas edukat. Ne sot po gjejmë me dituri mashallah, të pa edukum më burra. Të pa edukum. Ne kemi nevoj për edukim para se me mushket me hollën e epërme me dituri. Mas shumë t'i shkatërën i dituri i pa edukum, i pa formum. Për këtë Mustafa Mahmudi thejke, shtëpia është laboratori i parë ku formohet njeriu. Nëse aty prishët eksperimenti, shoqëria pagun çmimin. Kriza e umetit sot nuk është mungesa e dijes, por është mungesa e edukimit, thot Yusuf al-Qaradawi. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Allahu na bëft shembullin më të mirë për familjet e tona. Allahu na mundsoft që dhuratën më të madhe e vladëve tonë me javdhonën edukimin. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë, na shoqërani edhe 25 xhumat të tjera që do të flasmi vetëm për familje. E 26 është sot. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Elhamdulillahi rabbil alamin.